Dhe harrojnë që të vetmet marrëveshje që janë realizuar në rajonin tonë vitet e fundit, e duam apo se duam atë, janë të udhëhequra nga administrata e presidentit Trump. Marrëveshja e Washingtonit mes Kosovës dhe Serbisë, që kishte plot element që edhe ne si kuptonim pronat për t'u kthyer pronat e breve që janë marrë gjatë luftës për të promovuar të drejtat e me që e përmendët, zoti Bushati, e ka thënë publikisht disa herë që dëshiron të kthehet tek marrëveshja e 2020. I will fix it again, thot. Pra do ta rregulloj përsëri. Pra mund të rikthehej Donald Trump? Po ta shohim janë dy element pra është marrëveshja e Washingtonit. Pra të kemi një Washington 2. Trumpin dhe është marrëveshja e Prespës, gjithashtu në administratën Trump. Pra janë të dyja të cilat janë realizuar, janë dy marrëveshjet e fundit të zbatuara pjesërisht, po them, dhe janë gjatë administratës Trump. A do t'i rikthehet presidenti Trump? Shpresoj që t'i rikthehet, edhe njoftimi i qeverisë Kosovës dhe mbështetja publike që erdhi më pas nga Departamenti i Shtetit për gatishmërinë që Kosova për emigrantët që do të marrin. Shprehu për të kthyrit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kosovë, mendoj që janë pjesë e këtyre përpjekjeve diplomatike që sot për sot mund mos jenë në sipërfaqe për të sjellë Kosovën dhe Serbinë në një tryezë dialogu me shpresën e madhe dhe që konflikti të përmbyllet edhe në kuptimin ligjor të fjalës dhe të hapet përfundimisht rruga e dy vendeve për tani ju thoni të mbyllet konflikti mes dy vendeve. Sepse është konflikti i papërfunduar. Po, megjithatë, presidenti Vučić vazhdon të flasë për Kosovën si territor serb. Së fundmi reagoi ashpër ndaj fjalimit të Kurtit për qytetarët, duke thënë se shumë shpejt do të valvitan flamuj serb kudo në Kosovë. A tregon kjo që ai nuk ka ndërmend të heqë dorë ndonjëherë nga ideja e kontrollit mbi Kosovën dhe sa e rrezikshme është ky retorik? Në një moment kaq delikat për paqen në rajon. Dhe çfarë duhet bëjë nëse ju keni një këshill? Çfarë duhet bëjë Kosova që ta largojë një herë e përgjithmonë Serbinë prej vetes? E para, Kosova duhet vazhdoj rrugën e reformave demokratike dhe nga ana tjetër duhet vazhdoj që të kultivojë marrëdhënie shumë të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me BE-n. Ka një paradoks që ne nuk e shmangim dot. Dhe paradoksi është që vendi i cili ka prodhuar më shumë rezultate në fushën e sundimit të zdretës vitet e fundit, që është Kosova, jo sipas opinionit tim personal, po sipas indekseve ndërkombëtare, sot është në masa shtrënguese nga Bashkimi Evropian. Është në sankcione, pa. Dhe në këtë pikë Serbia është e përkëdhelur. Në këtë pikë mendoj që Shqipëria duhet të ishte më e drejtë për drejtë dhe më kritike ndaj këtij pozicionimi që është pak pozicionimi BE-s, pak pozicionimi shërbimit jashtëm. Pra, Shqipëria, nëse ju kujtohet, ka qenë shumë shpotitse në momentin kur Bashkimi Evropian nuk po i ofronte Kosovës liberalizimin e vizave. Ka qenë shumë shpotitse. Mendoj që duhet ketë një vijë të qartë sjellje në këtë pikë. Pra, për një vend, pse nuk e ka? Ndoshta mund të jenë. Në një intervistë tjetër këtu tek unë keni thënë, më kujtohet keni përdorur një shprehje që Shqipëria duhet ta shohë Serbinë me sytë e Kosovës. Nuk i heq as i presi unë asaj. Jo, e di, po them për këtë që thatë tani. Dhe kur thash që me ca mund të bëhemi miq, po nuk do jemi kurrë mjalt, e kam parasysh këtu me Serbinë. Pra edhe mas 100 vitesh, edhe mas 200 vitesh, ata që do vinë pas ne shumë breza, nuk do ta fshin me gomë historinë. Po e shohim çfarë po ndodh gjithandej. Po e shohim lindjet mesme, po e shohim Indi, Pakistan, po e shohim në botën latine, po e shohim Azerbajxhan, Armeni etj. Bëhen paqe, bëhen marrëveshje, është shumë mirë që të kemi vështrim nga ardhmja, po nuk fshihet me gomë historia. Dhe në këtë pikë edhe një herë them që është shumë e rëndësishme një përfshirje drejt për drejt e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por, Kosova duhet të jetë shumë e përgatitur për këtë përfshirje drejt për drejt. Pse thua duhet të jetë shumë e përgatitur? Sepse mendoj që takimi Trump-Zelenski në Shtëpinë e Bardhë duhet të jetë një mësim për shumë udhëhecë tjerë. Për mënyrën se si Trump i zgjidh çështjet apo çfarë? Jo për formën, shumë mund merren me formën, po për mbajtjen. Shtetet Bashkuara të Amerikës i din plagët e Kosovës.
Si që dinë plagët e Ukrajinës. Pra nuk ka nevojë që dikush të vi dhe t'ja recitoj këtë. E din rolin destabilizues të Serbisë në rajon. E din që Serbia me asnjë nga fshinjët nuk i ka mbyllur çështjet dypalçe. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të ulen dhe të investohen për një marrëveshje përfundimtare, do duhen që përballë të kenë leadership serioz, të aftë për të marrë vendime që mund të jenë të dhimbshme. Mund të ketë një rikthim të asaj marrëveshjes së famshme për shkëmbimin e territoreve nga ana shtetit. Dhe a ishte një ide e mirë ajo që duhej kapur në kohë, mbase Erla, gjithmonë kam qenë partizani parimit që ne duhet flasim për njerëzit dhe jo për territorit. Ky është një nga dallimet kryesore mes shekullit 21 dhe shekullit 19. Pra drejtat e njerëzve dhe jo për territorit. Nuk mendoj se... Jo, mund të ketë qenë një plan për ta zgjidhur gjithë këtë çështje. Sidomos mënyrën se si shkoi Europa, nuk mendoj se do të ishte. Kur fola për leadership serioz, të përgjegjshëm dhe të ndershëm, kam parasysh edhe vendime të cilat mund të rrezikojnë karrigen. Kujt mund të rrezikojnë karrigen? Ati apo atyre që do t'i marrin këto vendime. Pra duhet jenë të gatshëm në funksion të një perspektive më afatgjatë. Pra për ta shfrytzuar këtë moment. Kjo është çështja. Okej.